Të nderuar vëllezër dhe motra, profeti i dashur sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij na drejtohet dhe thotë: "Ad-dunya hulwatun khadira." Dynjaja është e ëmbël dhe tërheqëse. "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun ma ta'malun." Allahu do ju ngarkojë juve në dynjallik, duke ju bërë domethënë zbatues ose zëvendës të tij në tokë nëpërmjet këtij zbatimi të ligjit të Allahut, për të parë se çfarë do të veproni, pra për t'u faktuar juve se çfarë do të veproni. Tani profeti sallallahu alaihi wasallam pasi na jep konceptin islam rreth asaj se çfarë është dynjaja për muslimanin, na jep dhe vizionin e qartë se ku duhet fokusohemi ose ku vjen e keqja, ku të prish dynjalliku. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israila fi an-nisa. Thot ndaj rujuni dynjas, bëni kujdes për saj dhe ruhuni prej femrave, se sprova e parë me të cilët janë përballur Beni Israilët hebrejt ka qenë pikërisht tek femra. Kur bëhet fjalë për dynjallikun, të nderuarit e mi, shpesh herë koncepti i disa muslimanëve shkon si i tillë se dynjaja është komplet e keqe. Jo. Ai i cili e bën jetën e dynjas është njeriu. Mënyra se si ai organizon jetën, mënyra se si e sistemon jetën është pikërisht njeriu, ai i cili e bën dynjan të mirë apo të keqe. Por kur dynjaja për njeriu shndrohet në diçka negative, pikë së pari duhet kemi parasysh se dynjaja është krijuar për ne, jo ne për dynjan. Dhe duke mos qenë krijuar ne për dynjan, nuk duhet bëhemi robër të saj. Kjo është e para e gjithave. Por kryesore se sa kjo ka një synim të ekzistencës tonë, të cilin e sqaron Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e tij famlar ku thotë: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Unë nuk i krijova njerëzit dhe xhindët për tjetër gjë vetëm se të më adhurojnë. Shkaku, arsyeja e ekzistencës së njeriu është njësimi i Allahut dhe adhurimi i tij pa i bërë shok. Të vetmen vepër të cilën nuk e fal Allahu është pikërisht shirku, i bëhet shok atij. Të tjerat nëpërmjet një pendimi Allahu më dhënë vetë inshallah t'i fal. Arsyeja e parë nga e cila ty të shmang dynjalliku është kur ti humb objektivin që është synimi i ekzistencës tënde dhe adhurimi i Allahut. Dhe adhurimi i Allahut është në gjithë shka. Jo në një gjë po dhe në një tjetër jo. Jo, në gjithë shka është adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse bëhet fjalë në adhurimin në cilin jemi mësuar si namazi, agjërimi, haxhi, zakati, me patjetër që po, nëse bëhet fjalë për marrëdhëniet tona shoqërore, me patjetër që ai duhet të jetë prezant, e nëse bëhet fjalë duke ju larguar gjërave për të cilave Allahu na ka ndaluar, sërish ai duhet të jetë prezant. Pra e para gjë, të cilën ta rrezikon lidhje me dynjallikun është pikërisht të largojë nga ky synim. E dyta, dynjalliku dhe lidhja pas tij mund të arrijë në një grad me njeriu që t'i prishin jetin. Çfarë do thotë t'i prishin jetin? Folëm pak më parë dhe përmenda se mund të bëhet shkak për të devijuar nga synimi i krijimit. Mund të bëhet shkak për prishjen e jetit tënd. Këtë na përmend profeti sallallahu alaihi wasallam dhe na e qartëson ku thotë: tre persona do të qëndrojnë përpara Allahut, tre kategori pra. Tre kategori njerëzish do të qëndrojnë përpara Allahut në ditën e gjykimit, ku gjithsesi i cili do të pyetet dhe do të japë llogari për atë të cilën ka vepruar apo jo. Ndërta do të jetë i dituri
të cili do t'i thuhet që çfarë bëre me kohën tënde, thot e shfrytëzova Zot në të mësuar dhe e shpenzova duke i mësuar të tjerët. Allahu më dhënit vetë në ditë do i thoj, gënjen, ti ke mësuar që të thuhet filani është i ditur dhe është thënë. Ke vepruar pra e ke arritur atë gradë në dynja. Ke vepruar që të thuhet që filani është i ditur, pra ka një gradë shumë të lartë diturie dhe është thënë. Ndërsa sot, tek Allahu xhelle xhelalu nuk merr asgjë tjetër vetëm se ndëshkimin. Kamathali al-himari yahmilu asfara. Allahu xhelle xhelalu ka përshkruar atë person i cili ka mësuar, por nuk ka vepruar, ose nuk vepron me ato që din dhe ato që ka mësuar, thot si shembulli i gomarit i cili bart libra, ja shton vlerën, sërish gomar mbetet. Zoti na vepre tyre. I dyti është ai person i cili ka sakrifikuar pasurinë e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam pra e vazhdon dhe përshkruan se Zoti do ta pyes, do të ndodhë pra një dialog midis krijuesit dhe krijesës, se nga e fitove pasurinë dhe ku e shpenzova atë. E fitova Zot thot prej halallit dhe e shkriva të gjithë në rrugën tënde. Ti gënjen do të Allah. Ashtu është e vërtetë, e ke fituar do të prej halallit dhe e ke shpenzuar. Por ti ke shpenzuar që njerëzit thonë që ti e bujar i madh. Diçka e tillë është thënë për ty në dynja. Pra e ke marrë mjetin të cilin e ke patur në zemrën tënde. Ndërsa sot nuk ka për ty ndëshkim tjetër përposë se zjarrit Zot në largo prej tij. Dhe vjen i treti personi i cili ka zgjedhur të sakrifikojë deri dhe shpirtin e tij. Gjë më shtrenjtë, imagjinoni. Ku Zoti e pyet se çfarë veprove me jetën dhe ai thot o Zot, luftova në rrugën tënde derisa rash dëshmor, pra dhash dhe jetën. Allahu i thot, ti gënjen, ke luftuar dhe je përpjekur që të thuhet filani është shtrim dhe është thënë diçka e tillë për ty. Ndërsa sot nuk ka shpërblim tjetër për ty, vetëm sa ajo që ke merituar ndëshkimi i Allahut rrynë Zot prej tij. Pra lidhja e tepër dhe fokusi i të dashuruarit pas dynjas mundet që njeriu ta nxjerrë nga shinat duke ndëruar në jetën e tij. Dashuria për të jetuar sa më shumë. Një tjetër sfidë në lidhje me dynjallikun. Dashuria për të jetuar sa më shumë. A është gabim të jetosh shumë apo të lakmosh shumë? Patjetër që jo. Patjetër që jo. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar domethënë personin i cili jeton gjatë dhe ky është kaderi i Allahut. Njeriu më i mirë është ai i cili jeton gjatë dhe vepron mirë. Pra vlerën të jetuarit gjatë ku e merr? Tek vepra që vepron mirë. Dhe njeriu më i ligë është ai i cili jeton gjatë dhe vepron në kundërshtim me urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu na përshkruan njerëzit të cilët u ka dhënë jetë të gjatë, se thot do të pyeten në ditën e gjykimit. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Do të thuhet atyre sa keni jetuar në tokë, sa vite me numra. Ata do të thonë një ditë, ose një pjesë të ditës, ose disa ditë. Një realitet i hidhur ky. Një ditë e cila kalon, një vit i cili kalon, një jetë e cila kalon, vallë në çfarë e kalove, kjo është pyetja. Nëse nuk e ke synimin e qartë, nëse në jetin nuk e ke të çiltër, të kulluar, nëse nuk përpiqesh për këtë vazhdueshmëri që quhet istiqame, qëndrueshmëria në rrugën e drejtë, të gjithë jetën tënde do ta shndrosh në kundërshtim dhe do të bëhet dynjaja sprova më e madhe për ty. Ndaj dhe të kërkon pejgamberi alayhi salatu wasalam që të kesh frikë prej saj. Në çfarë aspekt të kesh frikë pra prej saj ose të ruhesh prej saj, të mos i japësh vlerë më shumë se ç'i takon, ashtu siç e ka përshkruar në një tjetër hadith të tij, ku thotë sikur dynjaja të peshonte tek Allahu xhelle xhelalu janaha ba'uda.
sa krahu I një mushkonje. Jo besimtari dhe ai I cili e mohon Allahun nuk do të kishte arritur të pinte dhe ujë. Por ja që dynjaja nuk vlen dhe nuk ka peshë tek Allahu, pa të gjithë gëzojnë të. Një gëzim I përkohshëm nderuarit e mi. Ajo që duhet kuptojë besimtari nga kjo botë, që mos t'i japi vlerë më shumë se që meriton ai sa të ndahet me të afërmit e tij, me dashurit e tij, me vëllezërit dhe motrat e tij qofshin prej gjaku apo prej feje, është që interesat e kësaj bote nga fillimi dhe deri në fund nuk e meritojnë që ne të kemi armiqësi me njëri tjetrin. Nuk e meritojnë diçka të tillë, nderuarit e mi. Në këtë botë kanë jetuar njerëz të cilët kanë tubuar pasuri goxha. Të tjerë të cilët kanë jetuar gjatë, të tjerë të cilët kanë qenë për sa I përket dynjallikut, sepse I gjithë pushtetshëm është vetëm Allahu subhanahu wa taala, por I kanë patur pushtetet masive në dorën e tyre. Dhe ku janë? Të gjithë vjen çasti që do të shuash, do të tretesh. Çfarë do të mbetet? Do të jetë gjurma të cilën ti e ke lënë. Të dhënurit shumë pas kësaj dynjaje të prodhon një frikë prej vdekjes. Dhe të kesh frikë vdekjen I nderuar im, do të thotë jetosh vazhdimisht kokulur, sepse ke diçka të shtrenjtë të cilën mund ta humbasësh. Vdekja nuk është tjetër vetëm se një krijesë e Allahut subhanahu wa taala me të cilën do të përballen që të gjithë krijesat e tij. Ndaj dhe Allahu është ai I cili e mposht krijesën me një krijesë që quhet vdekja. Dhe frika e njeriu nuk duhet të jetë prej vdekjes, sepse kur ka frikë prej vdekjes, shikoni se si na e përshkruan profeti alayhi salatu wasalam kur dikush frika prej vdekjes, jo frika natyrale, se ashtu normalisht gjithë kanë frikë, por frika për pas vdekjes, të përballesh me gjykimin me Allahun subhanahu wa taala. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Në një kohë shumë të afërt, thot profeti alayhis salam, do të mblidhen dhe do të tubohen kombet e ndryshme rreth jush, ashtu sikurse gërsirat mblidhen rreth presë së tyre. I thanë I dërguari I Allahut, a do të mblidhen në këtë formë se do jemi pak? Zakonisht nëse e vini re të nderuarit e mi, kafshët egra kur gjuajnë diçka, pra ngjahun e tyre, e ndajnë fillimisht nga tufa dhe I bëhen shumë për ta sulmuar, pra për të qenë sulm I përqendruar dhe I garantuar. Dhe këto sahabe e pyesin profetin alayhis salam që a do të jemi të pakët ne aq sa do të tubohen rreth nesh këta kombe për të ndarë dhe për të marrë gjithë se I cili copën e tyre. I thot profeti alayhis salam, ju në ditë do të jeni shumë, por do të jeni si llumi që lën vërshimi I ujit. Allahu më dhënë vet do të heqë nga zemrat e armiqve tuaj frikën, hejben, autoritetin pra që ju gëzoni, I cili shkakton frikën që kanë prej jush. Ndërsa në zemrat tuaja do të mbjelli wahnin. I thënë çfarë është wahni I dërguari I Allahut? Tha dashuria për këtë botë, ta duash këtë botë marrëzisht dhe të urresh të vdesësh. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Të dashurosh jetën marrëzisht dhe të urresh të vdesësh. Çfarë do thotë ta dashurosh jetën ose botën marrëzisht? Do thotë I nderuarim, siç e përshkruan I dërguari I Zotit sallallahu alaihi wasallam lidhjen e një personi të tillë, thotë ata të cilët grinden për dynja, për dynjallik, për interesa materiale, për interesat e kësaj bote, janë si ata të cilët si e gërsirat të cilët grinden me njëri tjetrin për një coftim. Ka quajtur dynjan të gjithën coftim.
Të gjithë besojmë se jemi të përkohshëm, sepse ky është një realitet i pashmangshëm. Desha apo s'desha, ti e dim që të gjithë jemi të përkohshëm. Për te dëshirës të gjithë besimtarë dhe pabesimtarë e din që përjetësi nuk ka këtu. Për të vjeri dita dhe të të largohesh. E sërish njeriu sillet si të ishte i përhershëm. Të gjithë e dim që me diferencat e ndryshme që mund të kemi me njëri tjetrin, qofshin të kulturore, racore, të ngjyrës, materiale, e dim që vjen një çast si i pasuri, si i varfëri, si i bardhi, si i ziu, si ai i cili ka fisë, ka reputacion, si ai i cili nuk ka, si ai i cili ka pushtet dhe ai i cili nuk ka patur, vjen një çast që deri tek varri, maksimumi që mund të bëjnë një varr madhështor, më të lexu dhe një fjalim aty, dhe në fund fare më thënë i paharruar qoftë kujtimi i tij, dhe kaq gjithçka përfundoi për ty. Ku janë zullumqarët që ka pa kjo dynja? Ku janë ata të cilët ftuan në adhurimin e vetes së tyre? Ku janë ata të cilët krijesat e Zotit, të gjitha për përjashtim, i vlerësuan si të ishin krijesat e tyre dhe jo të Zotit gjithësisë. Të gjithë kanë shkuar të nderuarit e mi. Këtu jetoi dhe Bilali, radhiyallahu anhu, me vuajtje të shumta. Jetoi dhe Utbah ibn Rabi'a dhe Abu Jahli, të cilët ishin ndër njerëzit që e torturuan më së shumti, por me një diferencë jashtëzakonisht të madhe. Bilali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi pra duke i thënë: "O Bilal, çfarë është ajo vepër të cilën ti e bën, sepse kam ngjuar hapat e nallanëve tuaja para meje në xhennet." Ndërsa Abu Jahli i thojte apo i drejtohej dhe i thonte, pra i kishte llagapin e thrishin Ebul Hakam, i zgjuari, i mençuri, ndërsa profeti alayhis salam e cilsoi Abu Jahl, ai është baba i ignorancës, ignoranti i vërtet. Dhe tha, çdo ummet, çdo kom e ka patur faraonin e tij, dhe faraoni i këtij ummeti është Abu Jahli. Ai jetoi me madhështinë, me arrogancën, me pushtetin, me reputacionin që kishte. Po erdhi një çast, u largua nga kjo botë me paturpsinë më të madhe. U largua për mos pasur më mundësinë për të ndrejtur në jetën e tij, sepse u larguar duke u vulosur si xhenemli. Ndërsa i Bilali radhiyallahu anhu ishte i nëpërkëmbur në ruajt e mi, ishte i shtypur, torturohej, mirë po u largua duke qenë zëri më i dashur për gjithë besimtarët, sepse ishte muezini profetit sallallahu alaihi wasallam. U edukua nga vetë profeti alaihi salatu wassalam. E perceptoi dhe e konceptoi shumë mirë se çfarë do të thotë dynja, dhe se dynjan është njeriu ai i cili e ndërton, është njeriu ai i cili e ngren veten e tij me vepër, dhe nuk është prejardhja, nuk është materialja, nuk janë rrobat, nuk janë hekrat e tullat të cilat të bëjnë ty i nderuari im. Tregohet se Bilal al-Habashi rahimahullah wa radiyallahu anhu shkon të kërkoj nuse për të vllain e tij. Kur shkon tek babai i vajzës, nisja i Bilali thot të përmend dhe thot, siç e din do të nderuari im, ne vim nga skllavëria, pra jemi një grad shumë e dobët. Derisa Allahu na lartësoi me Islamin, ja dedikoi vlerën domethënë kujt? Islamit, sepse njeriu o lartësohet me Islamin o poshtrohet. Ndaj dhe ka thënë poeti: "La'amruka mal insanu illa bidinihi, fala tatruki taqwa ittikalan 'ala an-nasab, laqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi wa wada'a ash-shirku an-nasiba Aba Lahab." Pasha Zotit thotë, njeriu nuk e lartëson vetëm se feja. Ndaj ti mos e braktis devotshmërinë e fenë, duke u mbështetur faktorëve të tjerë siç janë dhe prejardhja farefisnore,
se Islami e lartësoi lart Selmanin, i cili ishte pers dhe shkonte pas një mbështetje për nga statusi i skllavërisë në Medinën e pejgamberit, e lartësoi lart dhe më lart dhe poshtroi të fisshmin njeriu që gëzonte reputacion, njeriu që konsiderohej një ndër më të pasurit e Mekës, si ishte Abu Lehebi. Dhe ai Bilali e kishte këtë koncept shumë të qartë. Ndaj ia dedikoi çdo vlerë dhe çdo të mirë Islamit, duke i thënë se nëse dëshiron, e din pra prejardhjen tonë se nuk është një prejardhje të cilën ne kemi zgjedhur për e tillë ka qelluar, nuk kemi ndonjë farefis që mund të përmendet, domethënë apo të mahet në gojë, por jemi kjo që jemi, falmirësisë së Allahut ndaj nesh që na bëri prej muslimanëve dhe zbatimit të fesë që ne bëm. Kur dolëm prej aty i thotë vllai, vlla thotë, po nuk gjetën ndonjë gjë, ndonjë vlerë tjetër domethënë që të kërkojë nuse te ky person, vetëm se duke përmend gjërat më të ulta që kemi pasur në jetë, pra vjen nga statusi i skllavërisë, kemi qenë të varfër, kemi qenë kështu, kemi qenë ashtu. Thot o vlla, kush nuk të vlerëson për fenë e besimin, me të dhënë gjithë vlerësimet e dynjas dije se nuk të ka vlerësuar. Ndaj nderuar im, vlerësimin e vërtet kërkoje në pasimin e fesë së Allahut, të fjalës Zotit Kur'anit famlar dhe fjalës dhe traditës së profetit alayhi salatu wasalam, sunetit e tij. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum fa ya fawza al-mustaghfirin astaghfirullaha al-azim. Një ndër smundjet më kryesore që shkakton të dhënurit pas dynjas është dhe hutimi i zemrës, sepse ta ndryshon orientimin. Ta ndryshon orientimin do të thotë, në një përballje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka patur me idhujtarët e Mekës dhe të tjerë, normalisht të gëtishullit arabik, në përballje e sipër i kaloi pa fal namazi i ikindis. Pejgamberi alaihi salatu wasallam i mallkoi kush ishte shkaku, sepse ja larguan vëmendjen nga namazi, pra frika e përballjes së besimtarëve bëri domethënë që tu kalonte dhe koha e namazit. Këtu i ka mallkuar i dërguar i Zotit, domethënë, jo për domë të tjera, por domin më kryesor konsideroi domin që e largoi nga afrimi me Zotin e gjithësisë, dhe afrimi me Zotin e gjithësisë do thotë të kryesh në kohë ato që Allahu xhallal xhelalu ka kërkuar prej teje. E në këtë kontekst na përshkruan i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam personin i cili është i dhënë pas dunjas duke thënë: "Men kanat ad-dunya hamma farraqa Allahu alayhi amra wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu jama'a Allahu lahu amra wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya raqiba." Kush dynjan e ka objektivin e tij të vetëm ose kryesorin. Pra çdo gjë e ka objektiv të arrijë në këtë dynjë. Nëse bëhet fjalë në aspektin shkencor, do të arrijë domethënë çdo grad shkencore, por pa një prapavijë që quhet domethënë ku qëndron kjo arritje në ditën e gjykimit tek Allahu subhanahu wa taala. Pra ku qëndron në ty? Kur shtot dynjan e ka synimin e tij të vetëm, pra nuk ka gjë tjetër aty, nuk ka kur i thon Zot ose besim në Zot në këtë arritje. Farraqa Allahu alayhi amra. Zoti nuk ja mundson ose do ta lot shumë. Wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi, dhe do të jetë vazhdimisht i varfër. Çfarë qëllimi me varfërinë i nderuarin? Po t'jap një shembull për ta kuptuar se çfarë do të thotë pasuri dhe varfëri. Pasuri dhe varfëri do të thotë të jesh i kënaqur me atë që ke. Të jesh i kënaqur me atë që ke. Nuk mundet askush të vlerësojë se sa ke, por mundet gjithkush të vlerësojë tek vetja atë që ka. Ndaj, një ditë për një ditësh kur një person dëshironte t'i dhuronte të nderuarit Ibrahim ibn Adham një veshje, një kostum po e quajnë, Ibrahim ibn Adham, i cili ishte zotuar se nuk do të pranoj dhurata prej njerëzve,
nga se i friksohi domethënë një fakti të hidhur. Dhe ky fakt kush ishte? Se mos njerëzit këtë e bëjnë me prapaskenat e dyta. Dhe duke qenë se i betohet në Allahun, pashallah do ta pranosh këtë prej meje. Sot po të luten pashallah me ta marr diçka. Jo me të lut pashallah me të dhënë diçka. I thot nëse je prej të pasurve po. Të e pranoj. Ja, alhamdulillah, thot jam i pasur, thot. Po sa kostume të tilla ke? Pra ishte tregtari i këtyre kostumeve, po themi. Thot kam 1000 në magazin. A do të dëshiroje ti kishe 2000? Po normal që po thot 2000, 3000. Po e shef pra thot se je i varfër, si i pasur është ai që është i kënaqur me ato që ka, ti si i kënaqur. Ndaj profeti alayhis salam për çfarë thot? Që ky që e ka objektivin e tij të vetëm e ka dynjan, Zoti nuk ja mundson një diçka të tillë, wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi, dhe vazhdimisht ndjehet i varfër. Në çfarë? Sepse do rrit përpiqet vazhdimisht dhe ai nuk shijon asgjë nga ato të mira të cilat i ka. Je i rrethuar o vllai im nga të mirat, po shifi vlerësoje, falendero Zotin për to. Je i rrethuar vllai. Ti dhe unë marrim ajër normalisht, ndërkohë që ka të tjerë dhe mund të jenë shumë ato të cilët nuk jetojnë dot pa bombula oksigjeni. Ti dhe unë falenderojmë Allahun që ti flen dhe veshka e bën punën e saj, e bën pastrimin. Ndërkohë që ka të tjerë që janë të detyruar për dializa e kështu me radhë, smundje pafund. Po ka pasuri më të madhe pas besimit se sa shëndeti. Pas besimit, mirësia më e madhe që i është dhënë njeriu, thot profeti alayhis salam, është kush? Shëndeti. Pra Allahu pas ka rrethuar me këtë mirësi, me këtë pasuri kaq të madhe dhe nuk e ndjen. Allahu salli ala sayyidina. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Dhe padyshim thot që ai do të arrijë gjithçka në dynja nga ajo që ja ka shkruar Allahu, por ai nuk e ndjen atë. Nuk e ndjen sepse nuk e vlerëson, është vazhdimisht lakmitar, të kemë akoma dhe më shumë. O men kanat il akhirat niyata, por kush objektiv dhe synim të tij ka ahiretin, ka takimin dhe qëndrimin përpara Allahut, xhama Allahu lahu amra. Zoti e lehtëson jetën. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Pasurimin e vërtetë ja vendos në zemër dhe i vjen dynjaja e furnizon me dynjallikun ani nga ai nuk e prat. Të lutem ty më të nushmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot me moral të lartë të Hazrat Muhamedit alayhi salatu wassalam. Zot na mundsoj që dashurinë tonë për dynjan ta kemi në xhepa, të deri tek duart tona dhe jo në zemër. Të lutem ty më të nushmi Allah të na afrosh me besimin, të na afrosh me fenë, të na rikthesh në besimin në fe me rikthim i cili nuk ka më devijim pas tij. Të lutem ty më të nushmi Allah për çdo sëmurë Allah shëroje. Për çdo person i cili na ka porositur, të lutemi për të përshërim, o Allah mundsoja. Për çdo stresuar të brengosur Zot, largoja streset e brengat e tij. Për çdo të pastrej, o Allah, strehoje. Për çdo person i cili ka humbur shpresat, o Allah, ringjallje shpresat në këtë botë para ahiretit. Të lutem ty më të nushmi Allah, sikurse na mundsohet të ndjedhemi në këtë vend për të madhruar madhrimin tonë dhe na mundsohet që të gjithë bashkë me familjet tona. Dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duam për hatrin tënd të bëhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. أشرقت نفسي بنور من فؤادي